Tani, e gjitha kjo është, loja nuk luhet në Shqipëri. Në Shqipëri është fundorja, merje përqindje. Shqipëri janë ata që përballojnë burgun. Jo, ata që përballojnë burgun. Loja është e madhe, është europiane. Është e madhe. Parat, po normale. Janë bankierët italianë ata që janë në mes. Nuk të transferon njëri... Që lidhje kanë bankierët, më burë? Edhe numrat vinë nga jashtë. Se nuk mund t'i biesh si bingo dikujt që nuk ka para në bankë. Numrat vinë nga jashtë, nga grupet strukturuara kriminale, normalisht kanë bankier brënda. 100 euro nuk transferon dot, po nuk the për shkrimin për çfarë po i transferon këto para. E para, e dyta, parat në bank shkojnë kryesisht në ish vendet e Bashkimit Sovjetik, në këto shtete. Si në këto vende? Në këto transferohen, transferohen në Shqipëri. Në Shqipëri vinë kesh. Dikush ja sjell kesh, ose ja sjell në formë kriptomonede. Pra të sjell 2 kriptomoneda që ti thyesh të paguash paratë e këtyre. Pra loja e madhe nuk është Shqipëria. Shqipëria është ajo pse ka gjetur terren në Shqipëri. Në Shqipëri, kur vidhen të huajt, policia nuk do me... Atere. Kur vidhen të huajt, nuk do me e ditë. Shiko, nëse ky ka bërë xhiro 1 milion euro këtë muaj, sa është paraja që do t'i kthehet këtij të mbrapsht? 400.000 euro. Kujt? Një call center në Shqipëri. Nuk merr 1 milion. Se 1 milion janë para që zhduken ato, nuk janë para që investohen. Po nuk zhduken në Shqipëri, më Eltoni, zhduk tjetër kush më burë. I zhduk në... Po në Shqipëri ngel 30%, 20%. Absolutisht, ja sjell, ose në kesh, ose në formën e kriptomonedës. Ka 2 lloj formash. Nëse ti bën 10 milion në muaj, 30% janë 3 milion. Absolutisht, nuk e futa ke... Unë thash, loja e madhe luhet jashtë. Shqiptarët janë fundovërët, dhe po shpjegoja 2 arsye pse shqiptarët janë fundorët dhe njerëzit që edhe numrat e telefonit. Ti po shpjegon Forexin. Forexi është tjetër çështje dhe kjo është tjetër çështje. Kjo nuk hyn te call centeret Forex. Po se ku hyn? Forexi është bursa që thuhet i lindjes. Kjo është në call center që është drejtohet nga izraelit. Po, edhe kjo e izraelitëve. Po historia nuk po shpjegoja fenomenin si skema po thoj se një lloj, e kupton po. Ndryshojnë kombet. Shqipëri më e gjithi. Aktivitetet Shqipërisë. Por e parat janë jashtë morti... Foreksi është në mjetësuse. Ndërsa aktiviteti këture është bëhet vëndin ku rinë. Mund të më thuash, ti ja vodhe italianit. Këto para që i dërgoj, ku i transferoj? Jo. Po ku? Po si i mori shqiptari? Si i erdhen? Po shkuan pra në një llogari që është hapur pra të punë. Po se shqiptarit ajo llogaria o Ferdinand. Po mund të jetë dhe shqiptarit, nuk është të shqiptarit ajo më të keqen se do kapi. Tani shqiptar, se ne po flasim për një tim. Nëse ta vazhdojnë. Po flasim për një tim që nuk është mbyllur. Të tregta shqiptarë që janë vëllezër troboja. E them në përgjithësi. Kanë nxjerr nga loja në Kipro, kanë nxjerr nga loja izraelitin e parë. Ore mund të jenë sepse po flasim për organizata ndërkombëtare të fuqishme. Pra, shqiptarët janë fundore, Por, a janë vetëm shqiptarët, arrin parat gjitha në Shqipëri, kjo është tjetër çështje. Problemi shqiptarët dominojnë, shqiptarët marrin parat, pastrojnë parat dhe kanë garancim nga policia. Këtu është garancia e policisë bëhet biznes. Këtë pastrimi nuk e di, po që garanci nga policia kanë. Në një moment, duhet të them që kur vidhen shtetasit e huaj në Shqipëri, kur kush nuk e vë tenxherën as ujin zjarr asgjë. Prandaj kjo gjen terren në Shqipëri. Në një moment që dikush vodhi për para 3 muajve 5 lek në Divjak, u arrestua brenda javës për t'ju kthyer të gjithë qytetarëve parat. Kur ti vjedh një të huaj, në Shqipëri nuk do me ja ditë njëri fare. Fare policia, përkundrazi. Merë për çdo operator, merë çdo muaj kërkon 5.000 euro shinë vetë, edhe ato ndahen në gjithë kupolën e policisë apo në SPZ e ku nis në çdo njeri që merret. Në një moment, call centrat sot në Shqipëri, si ta them unë, janë si që konsideroheshin targat dhe pasaportat dikur në përpara 20 vitesh. Ti e dije që ishte makinë e vjedhur, i vije një palë targa e targoje, sepse ishte normale, do më thënë, ajo e jashtëligjshme ishte, po quaj normalitet. Ky call centrit kishe ble Ferrari, nuk kishe... Po normale, ajo është pjesë në Shqipëri, kjo vjedhje është kthyer në normalitet. Unë mendoj si Sokoli, që policia është në mes me këtë histori. E kam si pyetje të fundit, do më dhe roli policisë... është e pa diskutueshme dhe ta jap me një argument shumë thjesht. Në datë 31 apo 1 janar është goditur një sallon loja shfatin mes Lezhës.
E dinin shumë mirë policia që ishte ato. Ma aq mirë e dinin sa 2 ditë më përpara hoqën drejtorin e policisë. Shkuan nga Tirana dhe goditën. Pra e dinin shumë mirë që ishte në qendër të Lezhës. Nuk e dinin këtë që ishte në qendër të Tiranës? Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë logjika. Po mirë, më mirë, sigurisht. Dhe ka dhe një gjë tjetër. Lorat e fatit. I ligjin e miratuar për lorat e fatit që nuk zbatohet, sepse duan të punojnë në mënyrë të parishme. Në mënyrë të... Dhe kjo është e gjithë në baza është Shqipëri, fundorja, operatorët. Po të ndodhi kjo, një italian nuk do rrezikonte, është bërë kjo më përpara në Itali. Dhe kur janë goditur, sepse këta nuk e din dhe operatorët e sotëm duhet ta shohin. Dhe një nga mënyrat për të frenuar në Shqipëri nuk është me polici. Policia e ka gjetur si oazin më të madh të korrupsionit, duke qenë se këto japin shumë bakshishe. Sot 8 arrestuarit do të nëse gjenden fajtor, kuptohet se presumohet të 6 se 2 janë në kërkim. 8 është në kërkim. Rrezikon 8 deri në 12 vjet burg. 8 minimumi, se jenë kuadër vetëm grupi kriminal të qonë, grupi strukturuar të qonë 5 vjet. Dhe mashtrimi me shumë të mëdha, të gjithë po dënohen nga 8 deri 11. Mirë po shqiptarët, kur marrin kështu edhe polici, kujtojnë se hajtë mëse s'na kap gjë. Mirë po kjo është e vetmja mënyrë, duke parë që këta të 8 do dënohen nga 8 deri minimalisht 11 vjet burg. Dhe pse ne nuk kemi informacion, është folur pafund për call centrat. Janë kthyer në një oaz fare të madh. SPAK nuk ka asnjë denoncim, sepse në këtë vend policia nuk çon informacion, shërbimi informativ nuk çon informacion, tatimet që mund të kuptojnë në lëvizjen e parave, çdo kush që ka një call center mund të dali ka një super makinë. Kur kujtohet ta bëj lejene, thuaj, emision. Po, pse? Lala ndrym për të fundit? Lejene pari nga... Nëse është në lidhje? Lala? Po, zotër Akibi. Për ta konkluduar për... Bie dakord, atëherë për ta mbyllur. Bie dakord me gjithë paraforcit, me gjithë kolegët, unë mendoj që kjo veprimtari kriminale, sikurse lërat e fatit edhe call centrat në Shqipëri nuk mund të funksionojnë pa patur bekimin e policisë së shtetit, sepse është e vërtet që në të gjitha rastet që prokuroria posaçme ka bërë goditje sa i përket call centrave mashtrues apo grupeve kriminale që kanë vepruar në këtë fushë, sinjalizimet i kanë patur nga jashtë vendit. Çka do thotë, vetë policia e shtetit për shkak, sikurse tha edhe Sokoli, për shkak të rishfeteve të majme që call centrat japin, me sa duket mbyll një sy edhe një vesh dhe nuk dëgjon dhe as nuk shikon në momentin për këto veprimtari kriminale, sepse është shumë e thjeshtë, kulla ku ka operuar të paktën kohët e fundit sikurse rezulton ky call center që është goditur aktualisht, dhe duhet saksoj janë 8 personat arrestuar dhe 3 në kërkim, pra 11 në total.